Zoti Topi, duke qenë se më herët ju referova kohës kur keni qenë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, atëherë në atë kohë ka patur një lloj urie të madhe të opozitës që të vinte në pushtet. Pse është zbehur oreksi, apo mbase ka ngrënë këto vite? Jo, janë prishë rregullat e lojës, Andrej. Janë shiko. Duket sikur s'ka një lloj urie të madhe për të ardhur në pushtet. Se uria më të bën që të bësh një akte akoma dhe më të mëdha për të bërë rotacionin. E vërtetë, por është çështja e makinës. Një makinë lëviz me 150 km/h për një mijë arsye. Kualiteti i makinës, kualiteti i karburantit, shoferi. Më rezulton që duhet t'i japi diella makinës, ai shoferi nuk di t'i jap makinës. Por ai shoferi ka dhënë makinës 2 herë kryeministër, president. Pjesa tjetër. 3 kryeministër. Në mënyrë metaforike thash, pjesa tjetër ka një zis sovjetik. Harxhon shumë karburant dhe nuk prodhon shpejtësi. Plus që ka edhe problemet natyrës gjenerike. Pra, kjo makina tjetër ka ikur për një mijë arsye, ka ikur shumë përpara, kjo makina tjetër duhet ndërroj makinën, duhet ndërroj patjetër shoferin dhe duhet furnizohet me karburant cilësor që të jetë kompetitiv. Dhe kjo i takon pastaj vetë atyre nëse i kanë mundësi për ta bërë këtë punë. Por mundësit apo dëshirën? Por është një pistë me 2 korsi. Se mirë këto që kanë këto kushte që konkurrojnë së bashku në 2 korsi, po këto nuk lejojnë të tjerë që kanë dëshirë që të konkurrojnë. Të futen në makina të reja, të futen me shoferë të mirë, nuk i lejojnë. Kështu që kanë monopolizuar pistën automobilistike, me qenë se e futëm në këtë linjë. Janë 2. Qartë. Zoti Topi, duket që opozita ka një thirrje për t'ju bashkuar shoqëria civile, ka një thirrje për t'ju bashkuar media, intelektualët e vendit. Ju e ndjeni veten për t'ju bashkuar, le të themi, Partisë Demokratike, rrallëve të saj, në mënyrën që në aksionin e saj? Mezi po pres që të gëdhi dita nesërme që të shkoj tek porta e Partisë Demokratike. Mezi. Po, kush e ka fajin? Tani, çështja ime është, mendoj, është e zauruar. Problemi është që jam duke folur jo për veten. Qartë. Jam duke folur... Pse është e vështirë fitoria, Zoti Topi? Pse është e vështirë rotacioni? Nëse unë do t'isha... Se s'mendoj se ka vetëm fajin opozita. Nëse unë do t'isha personi që ka atë rolin e fortë të interlokutorit me mazhorancën, do të kisha parë rrugën dhe vendimarrjet e forta ku kam gabuar. Pra, nëse ti e din shumë mirë që ke gabuar në momentin e firmosjes së ndryshimeve kushtetuese që kanë deformuar sistemin dhe e kanë bërë të pamundur rikthimin, atëherë ti ke pranuar me qef që të kesh monopolin opozitës në mënyrë të përhershme. Këto gjëra janë thjeshta, nuk duhet t'i ndërlikojmë. Ka ndryshuar vetëm sistemi politikës apo edhe mendësia e njerëzve, Zoti Topi, duke u bërë pak më pragmatist? Po normal, në rast se një pushtet që ndron 12 vjet dhe po shkon 16 dhe sipas asaj që thot kryeministri mund të shkojë deri në 2050-ën, këto deklarata ka bërë. Ka bërë deklarata që deri më sot i kanë dalë. Atëherë pikpyetja është si ka mundësi që në këto kushte në 2025-ën këtu instalohet një sistem politik pa shpresë qarkullimi. Dhe kjo është shumë e rëndë. Atëherë pjesa tjetër që është në mes, mjedisi shoqëror, po sigurisht më do bëhet konformist. E ke parë shumë njerëz që dikur kanë qenë me Ajaxin e madh në futboll. Panë që Ajaxi me kalimin e kohës nuk është më në sken. U bën pastaj me Barcelona, u bën me Realin, por normal që kështu do jetë.
Kështu është. Vetëm tifozët e Tiranës nuk ndryshojnë, zoti Topi. Tifozët e Tiranës janë të desinuar të lindin, të vdesin ashtu siç janë. Okej. Dhe është padyshim është krenar. Ishte për batut. Zoti Topi, ju e keni parë Shqipërinë në një sër rrethanash, duke zgjedhur që të mos sodisni, por të reagoni në momente të caktuara. Cilat janë ngjarjet që sipas jush e kanë kthyer Shqipërinë disa hapa para dhe ato që kanë çuar disa hapa përpara? Disa hapa pas, disa hapa para.